Edhe aty Tahir Sinani thët, pushkën e parë edhe frikën që e kam hjek për me luftu, e kam hjek nga djemt e Bllacës. Fatmili më dha një M48 si dhurat, se aksioni ke shumë i suksesshëm, kush s'është plagosës, ku gjonë forza serbe me kanë met. A i thaj kësëm vret pushka shqiptarët, a dit është vra Miloshi, shumë Milosha tjerë. Tahir Sinani, komandant tropoja, ka në Kleçk, ka fillimin nëndorit. Edhe ka udhëheqën njësinë speciale. Një kompanik njësi speciale në Kleçk, edhe në kohë shtabit përgjithshëm të brigadës, 121 Kumanova. Me 8 janar, para 8 janarit, 99, ishte si armë pushim. Për Misuarek që utë një vend Biraç. Kanë shku 2 ushtarë, Jusuf Lumi dhe Shefket Zekolli, kanë shku me mikëqyr pozicionet edhe kanë hasë në pozicione të policisë dhe ushtrisë serbe, që i kanë pas istikamet. Po i kanë lëshua të istikamet dhe kanë dalë një 300-400 metra ma poshtë. Mbi Suharek janë do pishën e së kiqana nej. Edhe edhe po më tregojnë ta qështu, doj me marrë një aksion. Ishte si jarën pushim. Thash pa tjetër. Edhe i tregum brigadë që komandant brigade këna pas Haxhi Shalin, i tregum që doj me marrë një aksion. U dash kemi dalë në rrugë me zonë magjistralen prezident Prishtinë. E kem tha një oficer këtu ka ardhë i Shqipnisë, tha ban me arë me juve. Po, mërë në tjenë. Ka ardhë Tahir Sinani. Ka ardhë në shtab Mrami, i kishë marrë edhe disa ushtarët jetë njësi speciale, terenive që ishë përgatitur. Nuk i kemi dërgu kërkoj. Se ka njëherë, janë disa sekrete ushtarake që do të me imajtë, se kemi tërgu ushtarëve që do të marrim aksion. Kanë ardhë atë natë edhe i kemi caktu ushtarët kush ka me shku. Kanë me shku dikon. Në 2 natës janë nisë. Dimen, borë, deri këto, 8 janar. Prej Bllase e pjesë e Durrës kanë shku mrapa edhe kanë zatë pozicion. Prej orës 2 natës deri edhe 15-11 aty kanë qëndru. Dhe me thonë ka qenë sistemi rrugës, edhe që aty në 3 metra kanë pas me gjuhën. Dej kanë ardhë Pisuarekës, Niva, Autoblind, Pisgoer, për pjetë me arë për duhël, edhe aty një kanë za prit në 15 një mëjtë dhe me thonë, që kanë metë në borë. Ka qenë aksion që i ka dhe johën gjithë ka. Unë me ushtarë tjerë, i kemi zonë pozicion, me komplet i kam që heret me në gjesë ushtarët e kompanisë, dhe i kemi zonë pozicionet në himjet fshatit që mos për në vinë prej duhle, pa e ditë ata, unë ishë në tje krismat, mortaja, gjitha. Qka u bon? Thoshtë nëse ti. Edhe Tahir Sinani, dhe ka emisionin që fatkeqësisht para një muaje e kanë hupat në YouTube. Se futën kësi hakera edhe Serbise. Edhe aty Tahir Sinani thët, pushkën e parë edhe frikën që e kam hjek për me luftu, e kam hjek nga djemt e Bllacës. Aksioni parë, edhe fletë për mu, edhe bili fletë se unë edhe humor bajnë shumë. Unë, kur flasë për lufte, për këto, gjithë shka shka flasë mirë, kam emocione, se bajnë humor shumë që mësë me kujtu ato. Edhe thëtë pushka partët, e kam mësu nga djemt e Bllacës. Edhe kemi pas shumë ma abet me Tahir Sinani. Biljadit, kër i kam thonë, për një komandant, pas aksionit, kemi shku të një Kleçk dhe ma dhanë mu
Fatmili më dha një M48 si dhurat, se aksioni ke shumë i suksesshëm, kush s'është plagosës, ku gjënë forza sërë me kanë metë. O ka një Milosh që ka pasem një Sarekës, ka bot merë në tonë, a i thaj kësëm vret pushka shqiptarët, atë dit është vra Milosh, e shumë Milosh atjerë. Ta një pa të në bon protesta, gratë serben Sarekat ditë, edhe unë kur i thash për një komandant, tha ja, tha, unë tha e moshtar, tha, ti për mu je general. Edhe deri Karaq, në të të general më thaj kësë. Tahir Sinani, pastaj ka qenë taman një ushtarak që në kam su çkan kuadrate, çkan këtë.